Prandaj këto institucione po goditen në këtë formë dhe këtë mënyrë që nesër zoti Rama kur të bëjë një komision kushtetues, pra rishikim kushtetues, atëre zoti Rama do të jetë ai që do të thotë në fund fare që e pat sapo erdhëm në mandatin tjetër të katërt, ne u përballëm me një opozitë që nuk respektonte kuvendin. Nuk mund të kemi një opozitë të tillë dhe nuk mund të kemi 120 deputet. Në rastin tjetër, ne u përballëm me dekretet që gjykata kushtetuese na i shfuqizonte. Ne u përballëm me shumë masakra të cilët ishte e paimagjinueshme për një vend që ka bërë kaq investim për një reformë në drejtësi. Dhe duke qenë në këto kushte, në fund fare zoti Rama do të përdorë këto mekanizma në bashkëpunim, do të thojë, në bashkërëndim në disa aspekte, edhe në rastin e kërkesës që ka bërë Partia Demokratike, që të bëhet shkarkimi i zotit Begaj. Por, mos harrojmë 3 pika kryesore, po kërkesa mund të arrihet, po iniciativa edhe në fund fare në një negociat të fortë të bëhet ky komision, por në fund fare 94 vota nuk i ka më Partia Demokratike, ka vetëm Partia Socialiste, pra në rast se bien dakord të 2 partitë kryesore, në çdo moment politikisht, po jo juridikisht, zoti Begaj largohet nga detyra e tij, por gjykata kushtetuese do të marrë shkarkimin për ta shqyrtuar në themel a është i drejtë apo i padrejtë. Prandaj, kjo është një rrugë e gjatë, e cila për mendimin tim ka vetëm një qëllim dhe mbajeni në mend që do të ndodhi. Pra, e gjithë kjo lojë që po luhet bëhet me qëllim që Partia Demokratike, Partia Socialiste të bëhen modelet amerikane, që do të thotë duan të bashkëpunojnë, të ndryshojnë kushtetutën dhe të bëjnë atë që bëhet në Amerikë. Parti Republikane, Parti Demokratike Amerikane. Pra do të thotë Partia Socialiste e Shqipërisë dhe Partia Demokratike e Shqipërisë. Dhe kjo nuk i shërben pluralizmit politik, po i shërben vetëm 2 partive kryesore në vend. Do të flasim tani së bashku avokate dhe pak për raportimin e kreut të prokurorisë posaçme mes të tjerësh. Dje në komisionin e çështjeve ligjore në Kuvend, ishte një raportim shumë i gjatë, besoj ti mund të kesh ndjekur një pjesë ose pjesë më të madhe, nuk e di, ose me deklarata të zotit Dumani. Ai ka thënë shumë gjëra në atë raportim, po në shumë pak gjëra mund të kapemi tani, sepse do duhet bëni një emision më vete për këtë gjë. Ai ka thënë që nuk i bindet asnjë partie politike, pra nuk merr urdhra nga asnjë parti politike, por është organ i pavarur që vepron në bazë të ligjit. Po nga ana tjetër ka ngritur edhe shqetësimin që në vitin 2028 të 11 prokurorët e SPAK-ut u mbaron mandati dhe institucioni shumë i rëndësishëm që heton korrupsionin e nivelit të lartë dhe krimin e organizuar do të ngelet pa funksionarët e tij. Nuk e di për këto 2 çështje, sepse e para është politike dhe e dyta është, po themi, teknike në kuptimin e organizimit të vetë kësaj strukture të rëndësishme. Çfarë mendon ti? Sipas Kushtetutës së Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë në 1976, thash se mos e kishe për këtë sotmen. Po, zoti Dumani e nisi qëndrimin e tij në komisionin e ligjeve të Partisë Punës së 2025-s. Duke qenë në këto kushte, zoti Dumani ka shërbyer Partisë Socialiste duke ndihmuar zotin Rama që të fusë të gjithë opozitën në burg dhe madje duke bërë fresk në zgjedhjet e 11 majit, duke mos bërë aksionet e duhura të pretenduara që SPAK-u do të arriste masën më të madhe të arrestit në burg në flagrancë të njerëzve të cilët do të bënin krime zgjedhore. Zoti Dumani u përdor, do të thoja, politikisht nga zoti Rama dhe do të digjet juridikisht po nga zoti Rama në një moment të tjetër. Por ajo që unë dua të them tek ju është kjo, që deklarimet e një kryetari të SPAK-u në një institucion parlamentar, siç është komisioni i posaçëm për sa i përket llogaridhënies së institucioneve kushtetuese, unë dua të them që jam përsëri koherent me atë që kam thënë tek ju. Çfarë? Që zoti Dumani ka krijuar statistika dhe parlamenti pranon statistika si referencë dhe nuk pranon që të bëjë një diskutim juridik dhe politik madje që se si duhet
nga problemi që kanë hasur gjatë ushtrimit të detyrës të 2024 prokurorët të shkonin aty dhe të kërkonin qartësi ndryshime ligjore të cilët kishin në shërbim të punës tyre, detyrës tyre. Pra në të njëjtën kohë të kishin mundësi edhe të prezantonin statistikat, por edhe të kërkonin ndryshime ligjore teknike për sa i përket veprimtarisë profesionale të tyre, dhe nuk flas asaj që ne themi mbaroj mandat shnet e mirë, dil në pension, bët çdo dhe shpirt, jep dorëheqjen dhe para kohë nuk ka rëndësi. Por ne kemi parë qartësi që ky komision përdoret thjesht vetëm për të bërë një show politik dhe asgjë tjetër për interes të shërbimit të qytetarëve të drejtësisë. Por ajo që unë pash është që zoti Dumani ishte pak në siklet. Pse në siklet? Përmendi rastin me Goni Galletha, jam një qytetar që e dëgjova dhe kam parë si lajm, po, Ngeli nuk tha emrin e Ramës, një kjo, nuk e dia e pata e kuptuat, po ishte fakt konkret. Unë e dëgjova dhe të vura 20 herë ta kuptoja që ai që ka qytetar këtij vendit, pra e pranoi. Rasti tjetër ishte që pranoi që po, arrestimi i zotit Meta ishte në kushte të jo të dëshiruar të një shteti së drejtës, por nuk tha kush është fajtori, sepse përsëri nuk donte të thoshte emrin e Ramës që ka ministrinë e brendshëm. Dhe duke qenë në këto kushte, zoti Dumani përsëri vazhdon në koherencën e tij shërbimin ndaj zotit Rama. Pastaj rasti tjetër që është akoma më skandaloz, unë nuk do rikandidoj për prokuror të Spakut. Dhe unë do t'i them zotit Dumani, po kush të pyeti ty a do apo s'do? Që të intereson ti mbaron mandat në 2028 dhe mund në fund fare të bësh një marrëveshje, po fute Balluku në burg, të bësh një marrëveshje me Ramën që Rama të çojë pastaj direkt antar gjykatës kushtetuese, duke menduar gjithmonë skenarë të më ekstreme të mundshme. Mirë, sepse duhet të mendojmë gjithmonë tek qytetarët dhe të themi atyre të vërtetën, sepse duhet të mendoni gjithmonë dhe mos e lëni veten duke mos menduar, sepse çfarë bëhet? Ju harroni, pra lajmi 3 ditë zgjat dhe pastaj nuk përsëritet më. Prandaj duhet presës viktimën që themi shikoni, e tham, po ju nuk e dëgjuar dhe shumë e radhë. Prandaj them rastin të këtu, ka 3 skenarë. Skenari i parë është në 2028-ën marrë mandati si prokurori Altin Dumanit, fut Belën në burg dhe në fund fare kur fut në burg, Rama është problem antar gjykatës kushtetuese. E bukur si ide. Pastaj nuk fut Belën në burg, por ai ikën, çfarë bën? Në 2029, në rast se nuk kemi një aksident të mundshëm gjatë gjithë kësaj kohe në Republikën e Shqipërisë, nuk shpallen zgjedhje të parakohshme dhe nuk bëhen ndryshime kushtetuese, shumë fakte të tjera, Dumani shkon bëhet çfarë? Deputet Partisë Socialiste. Pra nuk është era parë që Partia Socialiste merr të gjithë ata që kanë shërbyer dikur dhe i merr dhe i bë deputet. Mos them emrat këtu se i përsërisim nga e para edhe atë konkret. Në rastin tjetër, më ekstrem, zot Dumani merr azil politik. Tani, azil politik po për çfarë? Azil politik sepse zoti Dumani ka punuar për Partinë Socialiste dhe kurse si nuk ka punuar për korrupsionin, sepse nuk mundesh ti të thuash që ka korrupsioni kaq shumë i lartë në Shqipëri dhe kur ty të thojnë për rastin me Gonigal, ti e konverton si një ngjarje e cila nuk ka rëndësi. Dhe kur ndodh rast që ty të thot për shembull, që shiko thot, çfarë konkretisht të thot ty? Të thot që ti shiko më vllai i dashur që ajo juri që të vinte të zyra vazhdimisht dhe të kërkonte futi Ilir Metën në burg, futi Sali Berishën në burg, futi të gjithë dhe Kalbin në burg, ajo bë drejtorësh të një kompanie. Pra ti sa i përvaru ke qenë asaj të kohë kur ti ke marrë udhëzime nga një ambasador që është në shkelje të ligjit që ti nuk duhet të jesh indikuar. Edhe çfarë tha zoti Dumani që ne falenderojmë partnerët ndërkombëtar, por zoti Dumani nuk është ministër i jashtëm të falenderojë partnerët ndërkombëtar, mirë, dhe nuk është ministër politik i vendit që thotë që nuk po e bëj gjithë këtë mision për të çuar Shqipërinë në Bashkimin Evropian. Kush do pyet ty çfarë do populli shqiptar? Nuk je politikan ti je një funksionar publik i cili do i bindesh kodit të procedurës penale dhe jo Këshillit të Ministrave, sepse ti nuk e ke për kompetencë të ushtrosh politika të tjera përveç asaj që janë penale. Pra, duke qenë në këto kushte, zoti Dumani në fund fare, në rast se në Shqipëri instalohet një shtet demokratik me një pushtet ekonomik, juridik, politik, legislativ, ekzekutiv, demokratik në vend, zoti Dumani mendoi se do marrë azil politik. Dhe unë jam i bindur që shumë, dëgjoj, do të them edhe bombën, edhe është e vërtetë kjo që po të them. Në një moment kur vendi jon do të arrijë atë ekstremin më të fare, kupton,
Se po futemi në këtë fllare, pra vrau gjyqtarin ai tjetri po shkon me atë i komentar Peter rastin e famshëm. Ai tjetër shkon në event tjetër, një tjetër me do bëhet nami këtu, e kupton? Po jo si në 97 apo ndryshe, dhe në fund fare në nevoja ekstreme që do qytetari ndryshimin, do bëhet ndryshimi dhe këta të cilët kanë shërbyer Partisë Socialiste o do bëhen deputet Partisë Socialiste që të mbrohen për imunitet, ose do marrin azil. Po frika ime është kjo, që azilin ku do ta kërkoni sepse nuk ka rrugëzidhje për ju në rast se nuk i nështrojnë kushtetutës, sepse ata do ju mbajnë, ashtu si të po mbajnë ai i Rusisë, po mban atë të Sirisë. Po. Fund fare, po, edhe i thot bye sepse gjeta marrëveshje me qeverinë tuaj të re. Po, në fakt. Prandaj mos bijeni viktim e lojës së zotit Rama, se në fund fare do ju përdori si një prezervativ dhe do ju hedhë. Qartë. Avokat, unë të falenderoj shumë si zakonisht për bisedat që ne zhvillojmë dhe për opinionet. Falenderoj procesin. Ishim me avokat Gülsen Zhlimën, folëm për aktualitetin politik në vend, zhvillimet më të rëndësishme që kanë të bëjnë kryesisht me Presidentin e Republikës dhe gjykatën kushtetuese, por edhe me raportimin e kreut të SPAK në Komisionin e Çështjeve Ligjore në Kuvend. Ne do të rikthehemi vetëm pas pak në pjesën tjetër. Mirë, jemi rikthyer në pjesën e dytë të bisedës tonë. Do të flasim tani për zhvillimet ndërkombëtare, ato më të rëndësishmet e ditëve të fundit, por patjetër edhe për se çfarë ka ndodhur në Kosovë ditët e fundit me zgjedhjet lokale të 12 dhjetorit dhe atë se çfarë do të ndodhë ditën e nesërme në Tiranë në protestën që po zhvillohet këtu për të mbështetur, po them, komandantët, ish-drejtuesit e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Kam kënaqësinë që të kem lidhje të drejtë për drejtë në studion time ekspertin dhe politologun Ruel Domi. Ruel, të përshëndes dhe faleminderit që jemi së bashku. Egon, të përshëndes dhe unë dhe të falenderoj për ftesën. Është kënaqësi. Mirë, po e nisim si fillim me zhvillimet ndërkombëtare. Dhe po e nisim si fillim me vizitën e presidentit Trump në Izrael, pastaj vizitën e tij në Egjipt, në Sharm el Sheikh, firmosjen e marrëveshjes së paqes dhe prosperitetit atje, bisedat dhe takimi me Bibi Netanyahun, me Isaac Herzogun, presidentin e Izraelit, deklaratat e forta në shkrimin e marrëveshjes tashmë pas në Egjipt. Dhe vim në pikën Ruel që ditën e djeshme, pra nëse i marrim po them të gjitha këto ngjarje në rend kronologjik, ditën e djeshme presidenti Trump dhe Bibi Netanyahu kanë nxitur, po themi, çarmatosjen e Hamasit, si pjesë e gjithë këtij procesi të arritjes paqes, duke thënë që nëse Hamasi nuk çarmatoset vetë, do ta detyrojnë të çarmatoset forcërisht. Unë nga kjo dua ta nis, pastaj ti vazhdo edhe tek takimi në Izrael dhe në Egjipt. Mendoj që kjo e fundit është taktike e presionit psikologjik nga presidenti Trump. Ne e dim që ai në një farë mënyrë e luan këtë kartën e nëse nuk doni ka rrotën ka dhe shkop, pra e përdor presionin psikologjik, kërcënimin për atë që në shkenca politike ne quajmë hard power, pra fuqia fortë, përdorimi i fuqisë fortë, kryesisht fuqisë ushtarake, por edhe fuqisë ekonomike në formë të sanksioneve, por edhe të tjera, për të arritur çfarë ti doni i marrëveshje. Kështu që në këtë kuadër mendoj që presidenti Trump, duke ditur që ka mendoj unë ka mediuar mos të marrëveshje më të rëndësishme të 3-4 dekadave të fundit në ditën e mesme, ai do që kjo marrëveshje të mbetet në fuqi dhe pjesë e kësaj marrëveshje është çarmatosja e pa kushte dhe plot e Hamasit. Dhe sigurisht nëse Hamasi nuk çarmatoset, Izraeli do të ketë një iniciativë që të vijojë atë që Izraeli ka bërë në Gaza, e cila do ta bënte marrëveshjen praktikisht pa vlerë. Gjithë marrëveshja është arpushimi permanent. Pikërisht prandaj pyeta, pra a rrezikon po themi që të vijojë situata, që gjithë kjo përpjekje për paqe të dështojë? Rrezikon paqja është goxha e brishtë këto, domethënë fakti që ka në shkrime, marrëveshjet janë copa letre në fund dhe nëse ti shkel një kontratë ligjore, ti ke pasoja, por marrëveshje ndërkombëtare nuk është ka një ligj ndërkombëtar që siguron mbarvajtjen e tyre, ekzekutimin e tyre, më shumë është në mirëbesim. Edhe vullneti i palë, do themi. Kështu që nëse Izraeli e shkel marrëveshjen sot për shkakun për çfarë lloji arsye, ka një justifikim vetëm bazuar ke mbrojtja e suverenitetit territorial të Izraelit edhe mbyllet ai muhabet. Thelbi është që Perëndimi ka një incentiv që ajo marrëveshje të vijojë, sepse
Izraeli konsiderohet si proxy perëndimit në Lindjen e Mesme dhe normalisht nëse Izraeli krimen lufte edhe perëndimin në një farë mënyrë gjakosët reputacionin e perëndimit. Nga ana tjetër presidenti Trump ka iniciativën e egos së tij personale që ta vë veten në librat e historisë si një paqebërës, si njeriu i dive në gjeopolitik dhe jo më kot kërkon që ajo marrëveshje të vijojë, të jetë e fuqishme, të mos prishet, kështu që prandaj po ushtron presion psikologjik mendoj mbi Hamasin. Nëse më pyeti mua a do të ketë një rifillim të luftës, unë nuk mendoj. Unë mendoj që do të gjendet një mënyrë e cila lejon paqen të vijojë, lejon anëpushimin të vijojë dhe një mënyrë që janë mbush fënden Hamasit në mënyrë efektive për të dorëzuar armët, pa pas nevojë për një ofensivë izraelite. Di që mund duket pak e komplikuar në sensin që ore si do bëhet kjo, por unë mendoj që paqja është e brishtë, siç ti e the, por të gjithë aktorët kanë interes që paqja të vijojë. Askush nuk ka interes që lufta të vazhdojë. E kuptoj, po takimi në Izrael, në Knesset, në parlamentin e Izraelit, deklarata e presidentit Trump, fakti që i kërkoi presidentit Herzog që të ndikojë që akuzat për korrupsion ndaj Bibi Netanyahut të bien, pra tashmë si një negociator i madh i paqes që nuk i qëndrojnë me disa akuza për korrupsion. Gjithë vizitën e presidentit Trump në Izrael si e pe? Mendoj që vizita e presidentit Trump në Izrael është thjesht prelude në fakt samitit të Egjiptit, të Sharm el Sheikhut. Sigurisht mendoj që kur një president amerikan shkon dhe merr pjesë në një takim të atij niveli në Lindjen e Mesme, një takim që sigurisht përfshin Izraelin, sepse bëhet fjalë për një luftë mes Izraelit dhe Hamasit, normalisht që e gjitha vizitë e madhe në Lindjen e Mesme do duhet nisë nga Izraeli. Në këtë kuadër nuk e shoh të çuditshme dhe nuk shoh nevojën për të nxjerrë një arsye specifike apo konkrete në raport me pse Trumpi shkoi në Izrael.